dhe Edmond Hoxhës. Ishin herojt e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishin aq të nevojshëm, ishin të guximshëm dhe ishin të gatshëm për sakrificë, po nuk doja të ndodhte kaq shpejt. Ata ishin të gatshëm për sakrificë, qysh se kishin dhënë betimin që do luftojnë për UÇK-n edhe për lirinë e Kosovës. Por jo kaq shpejt, nuk e mendoja. Kështu që për mua është shumë, shumë e dhimbshme. Ende sot e kujtoj si një pjesë, si të thuash, më sublime që mbaj mend kështu. Ishte herët akoma. Megjithatë, mbas rënies së tyre, kjo dhimbje, si duket u shndrua në forcë, edhe UÇK-ja u konsolidua dhe më tepër, kështu që erdhëm deri këtu ku jemi sot. Ju keni një karrierë të gjatë në fushën e medias. A mund të na përshkruani me një fjalë krejt përvojën tënde dhe rrugtimin tënd? Po, patjetër. Karrierën time unë e kam filluar në një radiostacion lokal të Prizrenit. Do me thënë pak e nga pak. Nuk kam shpërthy kështu me një herë, si shpërthejnë sot. Shkallët i kam gjitur pak e nga pak. Aty punova një 4-5 vite dhe punova nga më të ndryshmet përsa i përket radios, se ishim një grup të rish entuziast që punonim gjitha emisionet, që nga edicioni lajmeve, që nga emisionet muzikore, kultur, sport, delnim në teren, e mbajnim vetë. Edhe mendoj që kjo është ajo piknisja më simpatike e karrierës time, sepse në një farë mënyrë gjithë ishe bartësit, gjithë ishim tri edhe gjenim si me thënë gjuhët përbashkët. Edhe e qonim për para, me dhe muzikë, edhe ashtu në mbante aji entuziazm. Pastaj ishte një konkurs, unë kam ardhur në televizionin e Prishtinës në 82-shin. Ishin rrethanat shumë të vështira politike. Po ja që ishte një konkurs edhe unë desha të shfrytëzoj rastin edhe të aplikoj, edhe si me thonë, aplikova dhe u pranova. U pranova, fillimisht kam punuar tek lajmet, pastaj edhe në emisionet e kulturës. Kam përcjell kulturën, ato më flenin më shumë, ato temat social-kulturore, dhe kështu që edhe dilja në teren, edhe ashtu ndonjëherë ndonjë moderim të një emisioni, kështu që deri te 90-ta me 5 korrik kur u mbyll radio-televizioni i Prishtinës, do me thonë me masat të dhunshme, na dëbuan forcërisht nga puna, nga vendet e punës,